martesës. Kum shku e 24 vjeqar, 25 vjeqar. A jeni martu? Po. Sa vjeqar je martu? Ju martu 23 vjeqar. Pa i bo 23 vjeqar, 22 dishka i kom pas. Po vësh më feju, je feju ma herët? Po, më feju, kur im kon 19 vjeqar. Se baba dhe kjo është vakti mu martu, unë me thënë vërtetën atëherë më ka ardhë marrë dhe kur a marrë kjo temë unë me qëllu aty, qështu ka qenë atëherë, ka ardhë marrë me mi, që po bisedojnë për më feju muë. A ka vetë, a vesh ka feju? Qfar të vetënit, më në thash, qfar të pytnit. Sa vjetë kena i të feju? 2-3 vjetë, a? 3 vjetë dhe më do këtë, pak pa i bo 3 vjetë më ta min. A i ke po nusën gjatë aty në 3 vjetë? Kur hiq. A të ka shku menja, asa je interesu me ditë kush është apikohet është? Po më ka shku menja, po thash ka qenë koha që ashtu situata, atëherë ka qenë e firë. Unë me ta kalzu një insert vogël për shembull, ne atëherë si 3 shkojshmi në Renik Gjakovës, nuk bënohet me punu. Edhe shi gati një javë ta një erdhëm, ishtë në 12 drënovë, si të udashke me ra në për se denjët e kom grunë, në për denjë, edhe kemi ra në për denjë, akon mjegëll shi, kur mas një kohët gjatë nëna kish një jema birë, tha edhe një babaj që kira në për denjë pa marrë nusën. Me rëmëm kisha pas bokrim. Pse kum ra me tropu në për, me shokim kon, me ta që shkimi ardhë, dhe mi kon 2-13 vetë. Tha e një babaj ti ka e tate që shkira në përden pa marrë nusën edhe që është marrë. Qashtu koha ka qenë. Tash edhe me dasht me bo ashtu sot nuk mund është me bo, po atëherë ka qenë qashtu. Duke lundruar në të kaluarën, Beqiri ndalet tek çështja e martesave me vetëdëshirë. Ai thotë se nuk ka ndodhur asnjëherë që një çift të bashkojë me vetëdëshirë. Madje, kjo gjë nëse ka ndodhur është cilësuar si grabitje e vajzës. Po mu po më dokët, është tash që kjo që nuk pe shfrytëzojnë këtë mirësinë. Po dokën se kur gjësë kokon, e thash, për para në ka ardhë marë, atëhera kon tërmet më me thanë e ka lëshu që një nusë ose e ka grabit që kemi thanë për para një vajzë, tërmet e kon. Valaj ndrënofës në gjeneratën teme të këmejzi, nuk pa më kujtohet në e rast që ka grabit në kush në i qik ose në i qik ka grabit, nuk pa më kujtohet. Nështë ta ka ndo, po flasë për më herët, po nuk pa më kujtohet. A i ka grabit, a ka një grafit? Ja, ka me ta ja fjalla grabit, sa ato janë marrë me dëshira, ata janë njohës për shemull janë dashtë, a djali me vajzën, po akon kjo shprejja në ka me të qashtu. Po thash atëhera akon tërmet, që qika filonit, që filonja kush e kanë gjofë, që filonja shka boni, a realitet s'ka bo kur gjo ka marrë që ato që ka dashtë, ka pas me marrë një burë, po atëhera akon qashtu, thash, koha akon që tërmet a bo. Unë nuk po thom atë tepër, po këtu në rreth në qofë se ka ndodhë një rast, nuk po thom atë tepër, një vite kur ka ndodhë një ndodhi tjetër, nuk ka pas tem tjetër, veç ajo tema është bisedua. Po sigurisht ka pas pengesa, me kohë gjatë ka pas pengesa se kanë pranu, për shembull nështë atë kur ju kanë bo nipët, djemtë kur ju kanë bo fëmija, po do më thanë, nuk e kanë pranu familjar. Tani me kalimin e kohës, njerëzit dashamirë ty bori gjerë, edhe është binde, e kanë pranu dikure, po me vënes, akon thash tërmet akon bre. Tërmet atëherë po flasim, me thanë, pedon filoni qikën e filonit, ose qika filonit, pedon djallin e filonit, akon tërmet atëherë. Atë janë kontrolët në ashtë ata që kanë thënë e kanë kuptu këtë realitet. Unë e dim kujtohet një mësus, nuk po du mi dha në emën, tash zdi është gjalla jo i ravecit, a konë të mësus të i punu. Aj që shtu kish pas grabit e kish pas marrë një vajzë aty, e vinshin e për cjellë. Jo, në zonë se një vajzë shtu të aty të ravecit. Po vinshin e për cjellë shinipët e vetë, të afërmit e vetë me për cjellë, se ishte i rëzikun për i familjes, po me reha, nështë adhe me bua ma keqe, ku ta di unë. Mi po të një dhe ajo është në reqesë, dija tim kujtohet si thminje dhe kur e këshur shmina krejt dyqysh, shaka bo, kjo ka grabit një vajzë. Sot ka shumë lirisi në të kaluarën, por si pas Beqirit, rinia e ditëve të sotme po e keq përdor atë. Ja, tash është ma mirë, sot do kudo është ma mirë, po unë tash krejt kjo me konë mos me keq përdor, këtë lirije, këtë mirësie, këto të mira që na kanë ardhur, me konë mos mi keq përdor. Me mi shfrytëzu me të mira, mi shfrytëzu për të mirë, se është shumë ma mirë, tash nuk kemi shka me thanë. Tash po njifën vetë, s'pe pengon kërkushisht, aty për njifën, po fejon, po dhe po marton, edhe po diversohen me njerën, nuk është në rregull kjo. Beqiri kujton edhe kohën kur e mori gruan me vete në Zvicër, veprim për të cilin e përqeshi gjithë fshati. Era puna me shku në Zvicër, jam shku shtarë në 81-ën, kur i marë në 82-ën, kom pas punu këtu në shkollë pak, fillun ato verifikimet për shtatshmëria sene,
Në 78-ën ku pas shku për pushim një 2 muaj, edhe 7, 9, 80, 81 i ka shkova, tani prej 81-ës kom qenë një rregull te në fund 2006-ës. Kom punuar. Që shku veç vetë? A me familje? Une e ku marrë në 84-ën, ju më kanë nuk pa thëmi pari, për ndër të parë që e ku marrë gruën edhe thëmijin ati. Se baba e një motër që i kishë unë martu me ndajnë aty, a i dhonëri dhe i keme marrë. Po baba s'lejo i keme marrë a i motër në Zvicrë. Në i thësha pse mëra mas me marrë adish motër. Jo thiko një kom dhanë për këtu, jo thike për në Zvicrë. Edhe tashti kur i mora edhe unë të mitë, u punë vish për një muj. Unë 4 vjetë i marrë në 84, 88, veç ka një muj, se baba ishte i vjetër, nona vjetër, edhe thmijen mi marrë dyqysh mu do ke pilon keq print, edhe vajza modhe filloj me shku në shkollë, kështu që tani mo nuk i ku marrë thmijen, ati e në Zvicër. E bëllum, thash atëherë u këshyrsha krejt me një synjë, edhe unë në sytë keq, ka marrë djalli filonit, e ka marrë që gruën me vetin në Zvicër. Po, i ka lanë prind vetë. Akon kështu koha. A i komenton edhe çështjen e braktisjes së prindërve, e që thot se në këtë aspekt burrat po ndikohen prej grave të tyre. Unë i kom 4 vajza, 3 djemë. 4 vajzat, 4 që në të martume. 3 janë për jashta, një është mësuese në Sarek. Unë po flasi si për vajzat e mia, si për jetë e mia. Vajzat e mia, edhe unë nuk i duhe, nuk kom, shkam ju bon, po nuk i pranoj me atë, qysh me thanë ma të sjelen, qofse i përbuzin apo i njërojnë bje rrinë e vetë. Pa, tash dytë janë fajtorë, nuk pa du me thënë që janë femnat për shemull fajtore ose mashkujt janë fajtorë. Janë fajtorë dy partë. Unë thash, edhe ti së femën, qofse ki prind ti mendo për prindet të qysh do këtë me t'i lanë kunata jote prind. Nuk është mirë mu mdo këtë. Po edhe djali duhet gjdo njoni me ndu pak. A dish, tash ti nështë ka situata që s'ka qara ose duhet do mos do me marrë sen, po mi lanë krejt plesh vetëm e dhimshme. Tani ka dhe prej aty në për shemull që edhe s'kanë penzion, nështë kështu kanë para, po kush do me këqyrë tashti? Po, tashti, kjo nështë dikurë bëndë dhe kjo nërmale me shkun të në plegje, po për sot është ka gjavështirë. Unë që tu në drejnavës ma mërmenja, me bo me thënë dikush do në me quë prindin në do në plegjve, nuk pa thonë për një vit nuk ka me pas tjetër temvi që e ka mu diskutu që filoni për që i ke prind në do në plegjve. Qaj tem ka mu diskutu, janë do sene pak. Shtira mi thy këto.